Bora, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Kam kënaqësinë që të kam në studio, jo vetëm për bukurinë që ke, por dhe si një vajzë shkrimtare dhe shumë e zgjuar. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj suksese. Falenderoj. Kanë kaluar 5 vite nga botimi i romanit të parë. Nëse do ta realizoj sot borën e asaj kohe, çfarë do t'i thoje vetes? Unë kur hyra kësaj rruge, hyra pak, e kam thënë dhe diku më parë, hyra si një ëndër lucide që ndodh dhe ti nuk e kupton realisht se çfarë po bën. Borës sa atërshme të t'i thoja që ke zgjedhur rrugën e duhur, atë që ti e don vërtet, edhe do mësohesh me çdo gjë që do kaloj rrugës. Personazhet e tua janë shumë të dashur për lexuesit. A ka ndonjë personazh me të cilin ndihesh më e lidhur emocionalisht dhe pse? Nuk është se jam munduar, ka ardhur në mënyrë organike që unë të krijoj një distancë nga personazhet që krijoj, sepse dhe historia e tij është një krijim, pavarësisht se janë 3 romane psikologjike, mister dhe thriller, që kur i lexon të jep një ndjesinë që është një histori reale, pasi të gjithë frymëzohen edhe shprehin që kanë jetuar një copës të saj. Por ka shumë organike që unë të mbaj një distancë nga personazhet, duke qenë se i krijoj dhe më duhet ta bëj atë gjë pa u përfshirë në emocionalisht me lidhjen midis personazheve. Sa ka Bora personazhe në librat e saj dhe sa nga personazhet kanë lënë gjurmë në jetën tënde? Është e vështirë ti ndash personazhet, e di sepse kur ti nisë krijon, i do të gjithë personazhet njësoj dhe ato që ti detyrohesh ta zëmë, themi në thonjza, detyrohesh ti vrasësh gjatë rrugës sepse duhet të hiqen si personazhe. Mendoj që i do të gjithë personazhet njësoj sepse janë ato që burojnë një histori të bukur. Shumë persona thonë që në librat e tua gjen veten. Atë ka ardhur ndonjëherë një mesazh prekës dhe cili është ai nëse do ta ndash me ne? Në fakt kanë ardhur shumë mesazhe. Kjo është ka qenë një nga momentet e para që kam thënë po mirë, kjo ja vlen. Një personazh ose një person, nuk është personazh, por është një person që ka qenë në momentet e saj më të këqija të jetës, në fakt, ka qenë e smur. Buante nga një smundje shumë e rëndë dhe kur më tha që ajo i kalonte ditët e fundit me romanet, u preka shumë dhe vërtet kjo është ajo që më gëzon që të japësh emocione dhe atyre që mbase nuk ndihen të emocionuar. Është shumë e bukur. Sa përfshihesh ti me emocione në momentin që shkruan një libër? Mendoj që jetoj një dimension tjetër. Nuk mendoj, dhe kjo është e bukur e gjithë që unë mendoj që jetoj totalisht një jetë tjetër në momentin që shkruaj. Dhe emocionet janë një roller coaster i vërtet. Dashuria është një temë qendrore në librat e tua. Si e sheh Bora dashurinë? Çfarë është dashuria për ty? Mirë, unë mendoj që njerëzimi e ka dështuar në përkufizimin dhe definimin e fjalës dashuri. Mendoj që secili ka mënyrën e tij për të dashuruar dhe nuk mendoj që ekziston një diçka legjitime për ta përshkruar dashurinë. Ndaj unë jam ende duke e zbuluar se çfarë do të thotë të vërtet. Kur shkruan fillimisht një histori, mendon për fundin? Jo, në fakt, kur krijon, ashtu se që kam njësur unë, ka diçka shumë të bukur. Thonë se shkrimtarët ose krijuesit kur nisin krijojnë diçka, pësojnë një efekt simbiotik, që ndërkohë që krijojnë një vepër, krijojnë dhe pak veten. Dhe është e vështirë ta përshkruash totalisht procesin e shkrimit, por nuk mund ta parashikosh, mund të kesh një ide se si mund të jetë fundi, por me zhvillimin e gjithë ngjarjeve, mendoj që fundi është njësoj surprizues për mua, ashtu si edhe për ata që e lexojnë. Në fakt, unë jam kurioze të di se a ka një autor ose një libër që të ka ndikuar shumë në mënyrën se si ti shkruan? Në fakt, unë jam rritur duke lexuar filozofi dhe psikologji dhe ka disa shkrimtarë që mua më pëlqejnë, por një person, ose do thoja një filozof që ka ndikuar shumë, ka qenë pikërisht Nietzsche.
është si mentori im filozofik, sepse nuk mund të themi nga letërsia, por është dikush që unë e lexoj shpesh dhe është njësoj sikur ta lexoj herën e parë dhe është njësoj sikur të mësoj një gjë të re nga e para. Si e përjeton momentin kur përfundon një libër? Ashtu si në jetën reale, kur mendojmë që kemi mbyllur një kapitull, ndodh që kapitulli të mbyll ty. Dhe atë gjë do ta përshkruaj edhe në librin e parë, më desh të sillja një triptik sepse ishte e vështirë që unë të mbyllja historinë vetëm me një libër. Në fakt ndodh diçka që ti nuk ndahesh dot, siç nuk u ndaja dot unë nga libri, dhe mbyllja na përjeton njësoj sikur ke dhënë diçka nga vetja dhe nuk e di nëse do ta marrësh mbrapsht apo jo. Bora, me që ke shkruar kaq shumë për dashurinë, a beson të dashuria me shikim të parë? Jo. Jo. Tani, unë nuk di si ta them me fjalë tjera, apo ta them më bukur që unë thellë nuk është se besoj në dashuri, apo të thash dhe një herë në mënyrën se ne i qasemi dashurisë. Ndaj në librin e parë Vret njeriu nga dashuria është një dy luftim për të kuptuar midis pyetjeve se sa e vërtet është kjo dashuria që ne e flasim çdo ditë dhe sa mirë e trajtojmë ne atë. Por po, mund kesh goxha tërheqje me dikë që në momentin e parë dhe kjo nuk jam unë askush që ta mohoj këtë gjë. Tani, në librat e tua shkruan për burra që çdo vajzë do t'i donte ta kishte në krah. A mendojnë se ekzistojnë këto lloj burrash? Unë nuk dua të jem pesimiste. Nuk dua as të bëj dallimin se si janë burrat apo se si janë gratë. Unë mendoj që burrat dhe gratë janë perfekt për njëri tjetrin, kështu që mendoj që duhet të jenë si personazhet e librave. Duhet janë dhe vetvetja, sepse kemi ardhur në një kohë që kemi shumë mentor që na tregojnë se si duhet të sillemi keq dhe jo mirë me veten tonë pikë parë, por edhe në marrëdhënie. Kështu që unë mendoj që po, ekzistojnë dhe burra të tillë, po ndoshta nuk është koha e duhur apo kjo koha që ne na ka ardhur kaq moderne që të qasemi të tillë origjinal se siç jemi ne. Ndoshta ka burra po aq të mirë që hezitojnë të sillen mirë sepse ndoshta mendojnë që nuk është koha e duhur për të sjellur ashtu. Kështu që çdo gjë ka të bëjë me mënyrën se ne i mendojmë edhe se si ne e shfaqim veten tonë. Ndoshta ka burra që presin një vajzë që të sillen mirë. Se sot po flasim vetëm për burrat ideal, por ne harrojmë që edhe vajzat nuk është se ka vajza ideale që të pikërisht. Prandaj them, është një dy luftim midis njëri tjetrit për të treguar se kush ka më shumë fuqinë emocionale, por në fakt ajo që ne na mungon është pikërisht ajo qartësia që ne duhet kemi pikë parë me veten dhe më pas me çdo njeri që hym në marrëdhënie, jo vetëm në marrëdhëniet e dashurisë, por edhe në marrëdhënie të tjera shumë të rëndësishme. Bora, nëse do duhet të zgjidhje një natë romantike dhe një natë duke shkruar një kapitull perfekt, kë do zgjidhje ti? Shiko, tani do isha shumë idealiste, po të thoja një natë ku të shkruaj një kapitull, punar se unë po e bëj çdo natë atë natën, kështu që pse jo le të zgjedh këtë herë një darkë romantike. Kjo ishte shumë bukur. Si e imagjinon natën romantike? Do me detaje? I dua ca detaje. Do flasësh për libra, do e krahasosh personazhin tënd, burrin ideal në natën romantike, ato që shkruan ti në libër. Shiko, nuk janë veç ideale ato që unë shkruaj në libër, por të paktën janë real me atë që ato e zhvillojnë historinë. Një dark romantike do ishte një dark perfekte për dy njerëz që vërtet kanë kimit, hormonet, dëshirat për të qëndruar me njëri tjetrin dhe besoj se janë të paktat ato dark. Që ti duhet ti shpjegosh si duhet të jenë, se mendoj që çdo gjë rrjedh natyrshëm. Shpesh lexuesit imagjinojnë për personazhet e tu.
A të ka ndodhur ndonjëherë të frymëzohesh nga një personazh real? Po, patjetër, po. Ka të bëjë me historinë tënde? Jo, tamam, jo. Jo. Të dikujt. Po. Ti ke mira njerëz që i bën të emocionohen. Ty çfarë të emocionon? Pak pyetje e vështirë kjo, sepse jam një njeri që mundohem t'i kontrolloj emocionet, ka diçka që e ka bërë dhe është edhe instinkti i psikologjisë që përpara se të lexosh emocionet apo të bësh pjesë e saj, mundohet ti analizosh apo ti logjikosh. Është e vështirë që unë të emocionohem së fundmi, por gjithashtu janë dhe gjëra shumë të thjeshta që mund të më bëjnë të emocionohem. Varet nga personi? Patjetër që varet nga personi. Nëse jeta jote do të ishte një roman dashurie, në cilin kapitull do ishe aktualisht? Që kam vendosur të jem shumë e sinqertë sot, mendoj se do isha ende në parathënie. Pse? Gjithmonë lind pyetja pse? Dhe gjithmonë nuk kemi një përgjigje sepse Nuk ke një përgjigje konkrete. Jo. Do ishim tek parathënia sepse është shumë e vështirë të kalosh te kapitulli i parë. Mes gjithë historive të dashurisë që ke shkruar, a ka ndonjë të fshet që e fshe, që të lexuesit nuk e din akoma? Një histori të librit, apo jo? Tani trilogjia ka mbaruar, kështu që edhe vetë zhanri mister, thriller që është, t'i lë disa skenare hapur dhe kjo ndollenkas në çdo libër mister që shkruhet, sepse është pikërisht ai zhanër që ty të zhvillon të mendosh për te të përditshmes dhe për te normales. Por mendoj që me këtë trilogji e kam mbyllur, po. A është letërsia shqiptare sot një vrim e zezë, ku talenti vdes përpara se të lindë? Nuk do të thoja vrim e zezë, do të thoja mund të jetë një sfond i zi që nevojiten dhe sfond i zi që drita të dalin në pa. Së fundmi ti ke shkruar edhe një teori të re psikologjike. Mund të na flasësh pak më shumë? Po, është një teori e re, shumë e freskët në psikologjinë shqiptare, e para në llojin e saj, është teoria e Rajson, që ndryshe përkufizohet si teoria e inferioritetit të reflektuar në sulm sociale dhe në krijimin e narrativave. Është një teori që synon jo vetëm të jetë teorike, por edhe të ndihmojë dhe të jetë organizative, sepse është një teori interdisiplinare. Do jetë shumë e dobishme dhe hapi parë patjetër dëshira ime e madhe është të nisim nga edukimi, i cili është shumë e nevojshme që në shkolla të mësohet kjo teoria e re, që mendoj ne si vend i vogël nuk e kemi atë luksin e qyteteve të mëdha që të fshihemi pas anonimit, kështu që për sa kohë ne e kemi të përditshme si gjë, atëherë mendoj që është shumë e dobishme si teori. Çfarë nënkuptohet? Nënkuptohet është një pasqyrë e re të parit inferioritetin, që do të thotë inferioritetin nuk qëndron thjesht brenda nesh, por ndodh që ne e pasqyrojmë atë në jetën e përditshme. Inferioritetin bëhet jetë sociale, ku ne kemi njerëz që sulmojnë njëri tjetrin për shkak të këtij lloji inferioriteti. Dikur nga psikologu që e ka studiuar, nga Adleri, thotë që inferioriteti ne na bën më të mirë, ndërsa në kohën moderne, duke parë rrjetet sociale dhe mënyrën se si amplifikohet, atëherë mendoj që inferioriteti jo vetëm që nuk qëndron brenda, por bëhet një mënyrë jetese ku ne sulmojmë, krijojmë narrativa, ta them në fjalë më të thjeshta që ta kuptojnë, kur dikush arrin sukses, ne priremi ta sulmojmë. Që do të thotë krijojmë dhe narrativa të tipit shiko se ky ka pasur fat, prandaj është aty ku është. Dhe kjo është një mënyrë tjetër e të shprehurit se ne jemi inferior ndaj suksesit dhe përballë suksesit. Më mirë një shkrimtare që kritikohet ashpër apo një autore që harohet shpejt? Shko, kritika ndonjëherë është edhe mosmarrveshje me kohën reale. Ndonjëherë shkrimtarët që janë kritikuar shumë nuk janë kuptuar, prandaj janë kritikuar shumë. Prandaj unë do zgjidhja gjithmonë kritikën.
Nëse do të duhet të thoshe një të vërtet të thellë për veten si shkrimtare që rrallë ke thënë në intervista, cila do ishte? Po, unë mendoj që njerëzit nuk është se dinë shumë gjëra për mua dhe mendoj që kjo është gjëja më e bukur që mua më pëlqen që njerëzit nuk dinë shumë gjëra për mua. Do t'jesh misterioze? Nuk është se e bëj me qëllim, mendoj që ky është karakteri im. Bora, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi.